Protokolli kërkon që kreu të shtetit në Vatikan si udhëheqësi të 1.2 miliard katolikëve në botë t'i përkulen vizitorët ndaj tij kur ata e takojnë në Selin e Shenjtë, por Papa Francesco ka harruar formalitetet e u përkul kur takoi mbretëreshën e Jordanisë Rania gjatë vizitës së saj në Vatikan me mbretin Abdullah II. Në shekullin e 19 sipas protokollit, vizitorët duhet t'i puthnin këpucët papës dhe tradita është që të gjithë vizitorët përfshirë femrat të përkulen, por Papa Francesco nuk është interesuar në protokoll, shpreh një zyrtar i lartë i Vatikanit për Daily Telegraph. Kjo nuk është hera e parë që Papa i largohet formaliteteve kur pret vizitor. Kur Cristina Kirchner, presidentja e Argjentinës, u takua me atë në mars, një ditë para inaugurimit të tij formal, ai i dha asaj një puthje, pasi ajo i dhuroi çajin tradicional të Argjentinës. Asnjëherë në jetën time nuk më ka puthur një pap, tha zonja Kirchner më pas. Të mërkurën ai mori pjesë në një ceremoni fetare në Romën qendrore në një fort të pashënuar, pa flamurin papnor apo targ. Ndërkohë Papa do të zëvendësojë kardinalin Tarcisco Bertone, sekretar shteti me influencë i cili ka qenë në detyrë që nga viti 2006 dhe është kritikuar për favorizime.